Shefqet Dërgut Pasha. Shefqet Dërgut Pasha ishte generali ma me za për kohën i Portës së Lartë gjatë marshimit e tij nga Zdhyes për ndëshkimin e rebelëve kryengritës të Shqipërisë Veriore me pranverën e vitit 1910. Jo vetëm që nuk u thyen ushtarakisht, por me reprezalje terror shtypit qendresën shqiptare për gjatë intererarit Shtimlje, Cernalev, Gryke Kaçanikut, Morinë e Kodrat e Palçit, ndërsa Qafa Agrit ishte segmenti i fundit dhe me fatal për të pathyeshmin e Portës së Lartë. Dy luftimi i kryengritësve malsor me 4500 trupa turke vijoi për 2 javë rresht nga 14 deri në 27 korrekt e vitit 1910. Dhe kur pas e po thyet rend ushtarakisht, generali u bin se nuk i kishte përshuar mirë punët dhe nga frika se po qëndronte gjatë në këto male, do të shfarosej dhe dha urdhën dhe tërhoqi ushtrinë, natën fshehur azi nga Dugaxhini. Kja është e vërteta e pamohueshme, që ai u thy vetëm në qafën e Agrit dhe askund tjetër. Një tjetër e vërtetë është se luftën në qafën e Agrit, tamam në pjesën qendrore të frontit, e filloi me së pari Shoshi, i prim nga Deli Marashi, i cili nuk lëvizi vendit derisa Dërguti iku.